يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. كم حملت الهم معني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني. كم حملت الهم معني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني. إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين، إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين. من يسر في الروض يستنشق عبير الياسمين، من يسر في الروض يستنشق عبير الياسمين الياسمين. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا، أنت لي نبع من الإخلاص يبقى أبديا. لم أزل أحمد ربي أن لي خلا وفيا، لم أزل أحمد ربي أن لي خلا وفيا خلا وفيا. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني، إنها لحظات شكر وامتنان لك. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد. فلندرم الله نماذر تبارك وتعالى ذبيم صلوات بيغامير صلى الله عليه وسلم ذنب شوكتتي ذنب تجثتات تسلت ndjekun dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit.
Pastaj vëllezër musliman, Islami ka ardhur me çdo sen të mirë që e plotëson normat njerëzore dhe morale. Islami ka ardhur për të plotësuar dhe përmbushur karakteret e njerëzimit. Islami ka ardhur për ta përkryer dhe ngritur në shkallë shumë të lartë moralin, etiken. Zotën pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë ka thënë: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Më të vërtet unë jam dërguar për t'u plotësuar juve, o ju njerëz, moralet, etiken, karakterin, ndjenjat dhe kështu me radhë. Pra jam dërguar, o ju njerëz, me ju bo juve tamam njerëz, ata të cilët kanë qenë me mbetë njerëz dhe mund ngrit në nivel edhe më të lartë të njerëzimit, ndërsa ata të cilët kanë dalur jashtë normave njerëzore, me punuar me ta, me ispastruar, filtruar dhe me i kthye në natyrën e tyre të cilën i ka krijuar Allahu Azza wa Jall, pra mja plotësuar normat morale dhe etike të tyre. Ky din i Allahut të madhruar ka ardhur me krejt atë çka i dohet dhe çka i vjen njeriu. Ky din Islam nuk lën asnjë drejtim prej drejtimeve të kësaj dynjaje shoqërore, të cilat nuk i shtjellon dhe nuk i plotëson, të cilat nuk interesohet për to. Vëllezër musliman, duke pasur parasysh ndjenjat e mbrëmshme të njeriu, të cilat Allahu ja ka krijuar, dhe nëpërmjet tyre njeriu mund të dalë edhe jashtë normave njerëzore, pra të bi në shkallën e shtazve, në atë rast apo atëherë kur nuk i ka në kontroll epshet e tyre, dhe në anën tjetër për të përkufizuar ato dhe për të shfrytzuar në mënyrë të lidhshme dhe njerëzore. Allahu i madhruar ja ka bërë ligjin njeriu që të martohet dhe ja ka lënë vetëm një kanal nëpërmjet të cilit ka të drejtë të shfrytëzoj ato ndjenja dhe epshet të cilat i ka, prej së cilave pastaj dhe rezultate së cilave shëmohet dhe shtohet familja dhe njerëzimi. Dhe për ta mbrojtur këtë, Allahu i madhruar ka ndaluar që të shfryhen epshet në mënyra tjera jashtë mënyrave ligjore, siç ka urdhëruar Allahu i madhruar që femra të mbuloj trupin e saj, të mbuloj pjesë të ndihshme të saj, të cilat janë fitne dhe sprov dhe janë të ndihshme për gjinin e kundërt, dhe ka urdhëruar Allahu Azza wa Jalla natyrisht gjithherë duke u përshtatur natyrës në të cilën është krijuar femra si e tillë, e cila dallon nga gjinia femrore. Pra për ta mbrojtur karakterin dhe moralin, për ta ruajtur moralin, Allahu i madhruar, pra për të cilin e ka dërguar dhe pejgamberin alayhi salam, Allahu i madhruar ka urdhëruar në Kur'anin e madhruar që femrat muslimane të mbulohen, ta mbulojnë trupin e tyre krejt për pas fytyrës së tyre dhe duarve të tyre, siç ka thënë Allahu te bareke ve taala në surën Nur: "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dhe vazhdon ajeti kuranor ku Allahu Azza wa Jalla urdhëron muslimanët që të kenë kujdes ndaj dukjes së trupit të tyre, pra ta mbulojnë trupin e tyre, dhe për ta vërtetuar këtë edhe më shumë, Allahu i madhruar urdhëron pejgamberin alayhi salatu wassalam që të urdhëron gratë e tij dhe bijat e tij, e pastaj motra tjera muslimane që të fillojnë dhe të mbulohen të gjitha, duke thënë në suratul Ahzab: "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalikat na yurafna fala yudhina wa kana Allahu ghafurur rahima." Urdhëroj ti gratë tua dhe bijat tua dhe muslimanët krejt që ato të mbulohen dhe mos duket asgjë prej trupit të tyre, sepse është më mirë për to që ato mos të torturohen, mos të keq përdoren, mos të keq trajtohen nga njerëzit të cilët kanë smundje në zemër. Allahu është falës dhe i mëshirshëm. Pra vëllezër musliman, Allah i madhruar ka urdhëruar femrat muslimane që të mbulohen dhe është pjesë e dinit islam,
dhe në anën e kundërt Allahu i madhruar nëpërmjet pejgamberit alayhis salam ka kërcënuar rënd ato femra të cilat e thejnë këtë urdhër të Allahut të madhruar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ehli nar lam arahuma, dy lloje njerëzish janë prej xhehenemlive të cilët unë nuk i kam parë. Lloji i parë thot unasun mahum siyatun ka adhnabil baqar yadribuna an-nas. Lloji i parë janë disa njerëz të cilët kanë ndorë të tyre diçka sikur se shtaga të gjata, të sikur se bishtat e lëbëve, të cilat me ta i rrahin njerëzit. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun, dhe gratë të cilat apo femra të cilat janë të veshura dhe të zhveshura, të lakuara, të cilat shkojnë duke u lakuar dhe duke hecur herë në të djathtë dhe herë në të majtë. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد كذا وكذا. Ato femra nuk do të futen në xhenet, as nuk do ta ndjejnë erën e xhenetit, dhe era e xhenetit njihet kaq dhe kaq larg. Pra Allahu te bareke ve teala I ka kërcënuar femrat muslimane të cilat nuk kanë kujdes në mbolimin e trupit të tyre, dhe subhanallah, mbolimi I trupit të femrës është natyrë e femrës, instinkt I femrës, është pjesë përbërëse natyrës së saj, kështu që është vërtetuar edhe në mënyrë shkencore dhe pas punimeve të ndryshme dhe zbulimeve të ndryshme, se femrat prej se ka krijuar Allahu I madhruar kanë qenë të mbuluara pavarësisht se cilës fe I kanë takuar. Ato të feve të ndryshme, sikurse të romakët, të greket, të budistat dhe të tjerë, dhe natyrisht edhe të fe qiellore, sikurse të evrej dhe të krishterët, dhe ka vazhduar mbulesa të jetë pjesë e fesë së tyre në vazhdimsi deri në shekullin e 19, ku ka filluar më të madhe të luftohet mbulesa. Ka filluar më të madhe të luftohet mbulesa tek femrat krishtere, edhe më vonë edhe tek femrat muslimane, në veçanti në fillim të shekullit 20, duke filluar nga Turqia, e pastaj Egjipti, Tunisi dhe vende të tjera, dhe thuaj se përfshiu krejt botën kjo fortunë e madhe, dhe arritën muslimant në jetën e përditshme të tyre, mos të dallohen nga muslimanet e tjera, gjithsesi edhe shumë herë Allahu na ruajt edhe t'ja të kalojnë femrave të tyre në vesh, ndërsa pejgamberin alayhis salam e dëgjuam se tha dy lloje njerëzish nuk I kam pa që janë prej xhehenemlive. Pra njëri grupi njerëzve ato të cilat femrat gratë zhvishen dhe hecin lakuriq në të djathtë dhe në të majtë, pra bojnë fitën e burrave mashkujve dhe qëllimisht veshen dhe zbukurohen për të I bërë sprovë dhe fitën e djemve dhe mashkujve. Kini kujdes, pejgamberi alayhis salam në fillim të këtij hadithi po thot, dy lloje njerëzish nuk I kam parë. Nuk I ka pa sepse femrat e tilla nuk kanë qenë të veshura në kohë të pejgamberit alayhis salam. Mirë po ne I qojmë selam prej këtuhit pejgamberit ton alayhis salatu wassalam, dhe I themi se ne ja Rasulullah, nëse nuk I ke pati ne I kemi pa, dhe ne po I shohum dhe po I njohum, sepse ato janë bijat tona dhe motrat tona, dhe as kusht tjetër pas atyre që rrinë me neve dhe hajnë me neve dhe dalin prej neve, prej lozëve tona. Pra ne po I shohum, ti ato nuk I ke prit ja Rasulullah, nuk I ke përjetuar, por ke premtuar dhe ke garantuar se do t'jen prej shenjave të kiametit që do t'vjen gjendja I metit, e ne jemi duke përjetuar atë çka ke premtuar ti, e fjala jote është hak, sepse është prej Allahu te bareke ve teala. Pra vëllezër musliman, atë që ka përjetuar kjo botë në përgjithësi, në veçanti shoqëria islame në shekullin e 20 ka qenë një fortunë shumë e madhe, e cila ka përfshirë krejt botën islame thuajse, dhe ka ardhur femrat muslimane në atë gjendje ku jemi edhe ne sot.
por falë Allahut të madhruar, njerëzit kanë harruar se ky din është dini i Allahut dhe vetëm i Allahut inna ad-dina indallahi l-Islam. Feja vetëm te Allahu e pranuar është feja islame, dhe sa ata të cilët mundohen ta shuajnë nurin dhe dritën e Allahut nuk do të arrijnë, sepse Allahu i madhruar ka për ta plotësuar nurin e tij, dinin e tij, fenë e tij, që ka thënë Allahu Azza wa Jall në surën At-Tawba, yuriduna yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Dojnë ata që ta shuajnë nurin dhe dritën e Allahut Azza wa Jall me gojat e tyre, por Allahu i madhruar ka për ta plotësuar dinin e tij, fenë e tij, edhe nëse ata urrejnë që fort, Allahu i madhruar ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bil huda, me udhëzim, me hidayet, wa dinil haq, dhe me fenë e vërtet, që nuk ka fe tjetër të vërtet pas këta Allahu i madhruar, li udhhirahu ala dini kullihi, për ta ngritur më lart se sa fe të tjera, për ta bë fe e cila është triumfuese dhe e cila nuk mundet, por ajo i mund të tjerë. Nuk ka kush që e mund këtë din, nuk ka mundur ta mund, as nuk do të mund ta mund. Elhamdulillah, dini Allahut ka qëndruar dhe po qëndron dhe do të qëndroj, falë Allahu te bareke ve taala, dhe jo për tjetër, vetëm se është feja Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu vëllezër musliman, Allahu ka mbrojtur dhe mbron këtë din, dhe kanë filluar në shumë vende atje në për Evropë, sikurse në Gjermani, ku një gjykat gjykon pozitivisht ndaj femrave të mbuluara muslimane dhe urdhëron të gjitha institucionet që mos t'i pengojnë femrat të cilat janë të mbuluara, duke numëruar këtë si një të drejtë private, sociale dhe individuale dhe primare dhe parimore e çdo njeriu, të cilën ka të drejtë ta kryej. Pastaj në Danimark atje një gjykat i përjashton nga shkolla një mësues dhe një mësuese, sepse kanë përjashtuar gjithsesi se kanë lënë me hyje në shkollë një vajzë nga Somali, e cila ka qenë mbuluar dhe ka refuzuar ta hjek mbulesën dhe ka ngritur padin në gjykat dhe ka ardhur në dobi të saj, ku ka gjykuar gjithçka ka sjellur vendim me i përjashtuar edhe mësuesin edhe mësuesen, të cilët kanë qenë faktor për ta penguar atë femër të mbuluar, a nëpse është e fesë tjetër e nacionaliteteve tjera, por Allahu po e mbron këtë din, dhe kështu me radhë në vende tjera në Evropë dhe në fund dhe krejt në fund në Turqinë, e cila në këtë Turqinë bashkohore, e cila ka luftuar këtë islam më shumë se sa jahudit dhe më shumë se sa të krishterët dhe më shumë ndoshta se sa dhe komunistat e ka luftuar këtë din, janë munduar me krejt potencialin të tyre ushtarak që kanë dhe ekonomik dhe politik dhe social dhe shoqëror dhe arsimor dhe kulturor dhe të tjera, për ta shuajtur nurin e Allahut Azza wa Jall, për ta luftuar islamin, për ta luftuar dinin e Allahut, për ta luftuar në veçanti femrën muslimane, dhe kanë ndaluar hijabin, mbulesën, por e keni ndëgjuar të gjithë kur këtu ditë falë Allahut të madhruar o ngrit ai zullum që kështu deklarohet kryeministri turk, se ne krejt çka dojmë është ta ngrisim lart, ta pezullojmë zullumin, mizorin dhe torturën e cila është zhvilluar mbi femrat muslimane, mbi ato të cilat dojnë të zbatojnë fjallën Allahut Azza wa Jall, dojnë të vishen ashtu qysh ka hije dhe qysh kanë qef dhe qysh ja ban nderi dhe karakteri i tyre. Pra dhe nëse nuk është si parim islam dhe obligim islam, minimum është ndjenjë dhe e drejt e cila duhet ta gëzoj çdo njeri, në veçanti ata të cilët jetojnë që i thojnë veti në botën bashkohore dhe të civilizuar. Kështu pra vëllezër musliman, atë lajm që e kemi ndëgjuar, jemi gëzuar shumë, jemi gëzuar sepse me 10 miliona gra dhe motra muslimane, me miliona dhe miliona nxënëse dhe studente e kanë pasur haram dhe të ndaluar, dhe është numëruar krim i madh, i pafalshëm, i pafajshëm, i pafalshëm, për me mbuluar kokën e tyre, me qitë shaminën kokë, me zbatu një urdhër të Allahut, apo siç thash, një të drejtë të tyre,
të cilën ja garanton çdo e drejtë botërore dhe ndërkombëtare, dhe Allah ka quar një pushtet të drejtë i cili ja opëzëllon pa drejtësit, u hajek pa drejtësit muslimanve, e ne si musliman gëzohemi kur gëzohen musliman, dhe ne si musliman mërzitemi kur mërziten musliman. Pra këtë e numërojmë një fitore të madhe dhe një gëzim të madh për krejt botën, për të gjithë musliman. Elhamdulillah, u apërorojmë dhe u apërgëzojmë atyre këtë hap të shkelqyshëm të cilën e kanë marë, dhe inshallah marën edhe vende tjera dhe shtete tjera, dhe danë Allahu, dhe veç po danë Allahu me emrin Allahut që këtë din për ditë ma shumë po ngritet dhe po bëhet më normal në jetën e përditshme, me qenë musliman, me mbules dhe pa mbules, dhe me zeza dhe me të bardha, dhe si do njeriu me shku, dhe falë Allahu Azza wa Jall për çdo ditë gjithandej në katër anë të botës, po vëgjësohet shoqëria islame në veçanti, dhe është një rrezgjim i madh, i mirë, i shpejt dhe i shkëlqyshëm, i cili po hec me hapa të mirë drejt vëgjësimit të shoqërisë islame, dhe po vërtetohen fjalët e Allahut, të cilat i ka thënë Allahu para 1400 viteve, dhe që disa prej tyre i cituam dhe i lexuam më herët, se ky din ka për ta mbrojtur Allahu, ka për ta ngallënyer Allahu, por ne jemi në sprovë, dhe nëpërmjet neve Allahu Azza wa Jall e ngrit këtë din apo ul këtë din, nëse ne jemi burra të mirë dhe të sinqert dhe punojmë për këtë din dhe punojmë për të mirën e njerëzimit, sepse Islami nuk ka ardhur për tjetër vetëm për të mirën e njerëzimit. Allahu ka për ta ngallënyer dhe për ta ndihmuar këtë din. Elhamdulillah prej Allahut që Allahu Azza wa Jall për ditë po sjell ditë më të mira në vendet islame dhe gjithandej në botë. Inshallah taala edhe tek ne po vin ditë më të mira dhe më të bardha me emrin Allahut Azza wa Jall, ku do të jemi të lirë dhe veç jemi të lirë, por do të kemi liri edhe më të madhe. Ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall, ta adhurojmë Allahun ashtu si na ka hije dhe si kërkon Allahu, dhe të kontribuojnë pozitivisht dhe në të mirë, në drejtimin, në të gjitha drejtimet, në këtë vend, në këtë vatan, në këtë tokë ku Allahu na ka falur dhe na ka rritur dhe na ka bë obligim që t'ja kthejmë të mira Allahu të madhruar dhe kësaj toke cila na ka qitur pe gjirit të saj. Bini istighfar vëllezër musliman për vetveten e juaj, familjet e juaj dhe për krejt musliman, se Allahu Azza wa Jall është falës i mëshirshëm, u pranon duat, lutjet, pendimin, istighfarin. Astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.